me diskutua çështje ujit, çështje dritash, marrësinë e madhe është për ta keq. Ku niko, ne, si popull, sperojmë çdo minutë, çdo sekondë dhe të flasim për BE. Sigurisht që shumë herë në atë vend jam një keq. Me një ndryshim thjesht kohe, kam shkrushin, telefonoshin, nuk ka ujë, nuk ka drita kjo zonë, nuk ka ujë kjo, nuk ka zona kjo. Për këtë ardhje e them që mora përsipër një nisëm jo të lehtë dhe punova aq fort, jo thjesht me grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Do të jam shumë i sinqert me ju dhe përballë opinionit publik. Por gjeta një konsensus plot edhe të grupi parlamentar i Partisë Demokratike për marrësinë e madhe. Në një moment saktuar, njerëzit kryesorë të grupe parlamentare të ndryshëm kam pas diskutim edhe personal. Shumë për tyre më kanë thënë zoti Lika. Po kaq e rëndësishme kjo zona e marrësisë së madhe, ose marrësia e madhe, sa të gjithkohë marrësia e madhe. Unë mendoj i thash, jo se unë e them, po në vërtet është e madhe. Është e madhe dije, është e madhe në tolerancë, është e madhe në bashkëpunim dhe vlerat e saj unë për sa të kam mundësi do t'i përçoj jo këtu, po gjithkohë ku të më jepet mundësia për atë. Sigurisht që u krijoi një mundësi e përbashkët, do të jam shumë i sinqert, e përbashkët për një investim për marrësinë e madhe. Për një stacion në Tamar, rehabilitimin e nën stacionit në Bukpalaj, sigurisht edhe rehabilitimin e nën stacionit në Brak, me një vlerë të konsiderueshme rreth 8.3 milion euro. Përfundimisht, kjo gjë u arrit bashkëpunimin e plot pra. Dy palët, se nëse unë, sado si të liçja, nëse nuk kisha mirë kuptimin dhe bashkëpunimin e mazherancë, kjo gjë nuk do të arrite. Unë për këtu jam e kam thënë Parlament Shqiptar, e kam thënë në komisionin ku jam kënd përgjegjës për këtë punë, sa është kënd komisioni i veprimtarisë prodhuese që ka pas këtë për me kalua, i kam falendërua po aty, kam falendërua të Parlamentin Shqiptar kur ka votuar pro këtij projektit në Parlament për marrësinë e madhe. Pra, ky është një kontribut që është arrit për dy palëve. Unë nuk jam personi që marr atribute personale, harrojeni këtë. Më intereson kjo që ose ne di me bashkëpunua, sigurisht për vendin tonë, për shtëpinë tonë, për marrësinë tonë, nuk ka rëndësi se kush është i djathtë, kush është i majtë. Hajde të bashkëpunojmë. Unë e kam thënë shumë herë, kam thënë në parlament, ju e dini shumë mirë. Kam kërkuar dhe kam folë fjalë të mia edhe i kam kërkuar dorën edhe deputetit të mazharancës, pra, Paulin Sesa, kam thënë me emër. Hajde të bashkëpunojmë për interesat të marrësisë. Sigurisht që kam gjetur edhe mbështetje, nuk mund të them. Dhe i them që besoj që shumë shpejt ky projekt do realizohet, pra do konkretizohet, për më thënë qartë. Dhe besoj që ka ngel në ato ujrat e vogla të qarkullimit, se ju dini shumë mirë se një projekt tillë, çfarë do lloj projekti që qeveria shqiptare, pra vendi pric, do të ketë një vlerë 10% të investimit të përgjithshëm. Kjo nuk ka bërë akoma e mundur, por unë besoj që shumë shpejt do të zënë zgjidhje. Edhe përfundimisht marrësia e madhe do zgjidhin këtë problem, këtë ngersh që realisht na prek gjithëve. Sot unë jam para jush për me thënë disa gjëra tjera si arti o kultura në marrësinë e madhe e ka vujt jashtë ku një shumë. Cili do qyshtë unë i pari kam përgjësit e mia. Këtë, jo se them para jush sot, e kam thënë në parlament. Projektet që i vetmi arret ose e vetmi krahin është marrësia e madhe që nuk ka gjanat më bazike si kanë çdo vend tjetër, siç është. Nuk po thomi pallat kulturës e ka emrin e madh, por një kinema që realisht i përket kësaj treve. Projektet janë qysh në kohën time si jam kënd kryetari i bashkisë. Këto projekte janë kënd të miratuara. Sigurisht që edhe pasardhësi
edhe ai mund të kenë bërë punën e vet. Kjo gjë nuk ka gjithë zgjidhje. Shumë herë është premtuar, as edhe herë nuk u realizua. Arsyet unë nuk mund t'i di sot për sa kohë që unë nuk jam pozicionin e kryebashkiakut aktual. Ai mundet me dhënë shpjegim sa gjë, por ama ai gjë di. Se i ka ardhur koha që për interesa të momentit edhe për interesa elektorale, të paktën, ne, politikanët, nuk duhet të hedhim nga goja një fjalë që nesër nuk marrim. Duhet jena shumë kujdesshëm. Përkundrazi, unë e them këtë për veten time. Çfarë do lloj probleme, çfarë do lloj kërkesa është këtë vend si realisht e vuj bashkë me ju, unë nuk mund premtoj diçka që nuk e kam të sigurt që nesër realizohet. Pse? Është përgjegjësia ime. Se unë do jetë vazhdoj të jetoj këtu. Dhe pse jo? Si çdo njeri tjetër në mënyrë të natyrshme të mbyllosin të këtë. Pra, unë nuk më lejon goja jame, puna jame, kjo se që kam arrit deri sot për me bëj një deklaratë edhe nesër mos ta maj. Sigurisht që sot mund ta them me bine se nëse forca politike që unë më ka besua pozicionin e një kandidati për të ardhmen, siç e kam dhënë krahun tjetër, Aurel Marken, sigurisht që nëse qeveria ndryshon edhe Sali Berisha vjen pushtet, ti të binun që kjo gjë do realizohet mërna 2 viteve. Ose në kundërt, Ramadan Likaj, i thot atij zotërisë jashtë kryeministre me keqardhje, po, unë me ty nuk mund të bashkëpunoj më, mund të marrë edhe venim, pse jo ekstrem, edhe i them malësore po. Ndjes, e gëzoshi mandatin tim, edhe unë iku. Pse? E thash pak më përpara, nuk ka gjë më të rëndësishme këtë jetë. Se një përfaqësues i qytetar edhe në kohë si jetojmë sot, për me marrë përsipër përgjegjësi të këtij nivelit, edhe mos me marrë premtimin, është fatkeqësi e madhe. Problemi i dytë që unë e shoh me shumë rëndësi, po jo them, tanë ky art, tanë ky kulturë sot. Jo se unë mund me hedh poshtë punën e të tjerëve. Sigurisht që tana palë kanë bërë punën e vet. Unë gjithmonë bazohem te puna ime. Kush është përgjegjësia ime? Kush janë detyrat e mia? Çfarë përgjegjësie kam ndaj këtij vendi? Dhe unë besoj që nuk po mbam atë mirën e mundshme. Ju dini shumë mirë që investimi janë bërë sa duash. E kam thënë në parlament. Për investime nuk vuhet. 18.2 milion euro janë investuar në Malsinë e Madhe për sa i përket ujësillësit. Miqtë e mi, nëse ne sot tonë të investime, është një gjë dikush më thonë sa orë ujë ka sot Malsia e Madhe. Edhe ku çalon gjaja, se investimet janë bërë. Ku qëndron problemi? Absolutisht, unë e kam zgjidhur këtë problem dhe di se ku qëndron problemi. Ne këtë duhet ta themi. Duhet ta themi. Problemi qëndron te prurja për me furnizuar Malsinë e Madhe, pse jo? Edhe një pjesë tjetër të Shkodrës. Në diskutime që kom pas, paktën minimalisht, me eksperta të fushës, tu kërkuar, kush janë zgjidhjet? Ata kanë marrë informacion nga unë, aq sa kom pas, edhe sigurisht kom marrë informacion edhe nga specialista të kësaj fushë, kush janë zgjidhjet. Kena arrit në një përfurnim si zgjidhja për me rehabilituar një herë mirë Malsinë e Madhe, se investimet janë bërë. Furnizimi është i pamujtur. Atëherë, nga disa ekspert të mirë fill të kësaj fushë, jo të Malsisë Madhe, ekspert të Shqipërisë që e njohin terrenin në mënyrë të jashtëzakonshme. Zoti li kam thënë. Qoftë se ju do vini në pushtet për me zgjidhur një herë mirë Malsinë e Madhe dhe një pjesë shumë të madhe të Shkodrës, duhet më fut një investim i tillë siç është rrapa. Një investim jo i madh, por në vlerë për momentin të krijoni mundësi që duket shumë i madh në vlerë. Por absolutisht për një periudhë shumë të shkurtër kohe do zgjidhim problemin 24 orë për Malsinë e Madhe edhe një pjesë shumë të rëndësishme e Shkodrës. Ju dini shumë më mirë se kush është ai burim atje. Dhe unë për me qenë sinqert para jush unë kam kuptuar. E morën përgjigjen besoj. Ma vonë mund ta diskutojmë. Raba është një zonë jona këtu, si din shumë mirë se kush është. Dhe unë e kam diskutuar
edhe me ekspert të fush, si kanë punuar dhe janë të punuar me projektet për të ardhmen, nëse vjen pushtet, dhe janë në diskutim të kësaj vlere. Bazë informacione që kam, studimet që janë duke ekspertat fush, nuk ka në vlerë marrëmendëse. Por ka një zgjidhje të jashtëzakonshme. Nuk bëhet fjalë thjesht për një malësi të madhe. Bëhet fjalë për një pjesë shumë të madhe edhe të Shkodrës, se punë e fundit ne nuk kemi çfarë se ne bëjmë një. Besoj si nëse ndodh ky ndryshim, kjo do marrë zgjidhje nga puna jonë si përfaqësues të kësaj zone. Lidhur me një projekt tjetër që unë e shoh krejtësisht mundshme, se unë nuk flas me idenë se do të bëhet kjo, jo. Unë diskutoj gjën, e shoh, shkoj e ulem me ata që janë për atë punë dhe e them gjën, ose e majnë vetveten time dhe nuk e hedhin treg. Problemi kryesor i liçenit. Zona jona është një zonë shumë e virgjit. Për mos thënë, në atë pikë që ju dini shumë më mirë se vetë. Flitet për turizmin ditënatë. Flasin edhe për turizmin malorës. Sigurisht, para pak kohësh, u miratua edhe projekt ligji për paketën e maleve. Unë kam thënë fjalën time për këtë. Realisht, nuk ka rëndësi se a njët apo s'njët. Kam dhënë mendimin tim për mahëm asaj që unë them në parlament. Do i përmam dhe jam i bindur që ajo që kam thënë do dalë shumë shpejt. Jam i sigurt për këtë. Sot, qeveria shqiptare ka miratuar një ligj. Jam pro çdo lloj ligji që është për investime. Sa rezultat ka ky? Kush është efekti nesër? Po nëse ne po shkojmë te malet sot, se nuk kthehen këtu si kena perlen më të madhe si nuk e ka kush. As Ballkani nuk e ka perlen më të bukur që kena ne, bregun e Liçenit. Ala nuk kumpara një projekt minimal për këtë zonë që na përket gjithëve. Sigurisht që unë e kam hedhë në tryezën e ekspertave të forcës time politike që mendojnë nesër më marrin pushtet. Dhe kam bindjen e plot që puna më e rëndësishme jona nesër si deputet do të jenë përballë një pushteti për më arrit ato qëllime që realisht ne na përkasin të gjithë. Pra, investimet mallore që kanë vlerë për marrësinë e madhe, jo thjesht për ne këtu. Për me thith edhe një herë me rikthye shumë fort njerëzit tonë që kanë lëviz dhe janë nëpër diasporë, që janë shumë e nevojshme. Në të kundërt, në një periudhë shumë të shkurtër, ne do ta shohim vetëm se punë e funit. Edhe unë që flas para jush, kam shkuar në atë moshë pa kohë dhe unë detyrohem edhe kaloj moshën e tretë, prandaj kam katë zotrin. Se kështu është nëse ne dimi i pasu gjanat, nëse ne dimi i transformuar gjanat, sigurisht që gjanat ruhen, tryeza heq, zgjarohet shumë më shumë dhe ruhen vlerat e asaj që kemi arrit. Po nëse ne nuk e mendojmë për trashëgimin, për çdo lloj projekti, sigurisht si ne shkojmë në një pikë, por efekti është nul. Dhe them që unë nuk duhet të zgjatem shumë, përmenda disa gjëra që janë shumë të rëndësishme, janë shumë efikase për ne dhe problemi i fundit është edhe stadiumi i Beleqiut. Stadiumi ka emrin e madh, po një fushë sportive të kompletuar që diskutohet tash sa vite. Bistimi, unë do rikthehem pak në kohë, edhe në këtë pikë. Ju dini shumë mirë që unë e kam marrë, e kam drejtuar Beleqikun në kohë jo të lehta. E kam çuar në një nivel të kënaqshëm, mund të them. Në vitin 2013, si kryetari i bashkisë asaj kohe, kam marrë 4 hektar nga prona publike pra, që janë gjitha shtetërore, në krahun e Vorrët të qytetit, nga ministri i kohës asaj kohe, për stadiumin e Beleqikut. Sigurisht që është bën dhe projekti, sigurisht që vazhdon zvarritet, arsyet nuk i di, për me kanë sinqert, di që kryetari i bashkisë
pa përmend në fushata elektorale, disa herë që do fillojnë puna sot, do fillojnë puna nesër. Nuk e di se kur do fillojnë kjo punë, profesor, se po drejtohem ty se kena shumë bashkëbisedim me njëri tjetrin, mos ma merr për... Por, akoma dhe sot vazhdon, dhe rrin projekti, ose nuk është i miratum, nuk e di, mund ta them këtë, por se kur fillon kjo punë nuk e di. Sigurisht që edhe në këtë pikë nuk e përmena pas që dhe në bona një ekspoze për me dalë të realiteti. Kam marrë një premtim jo të lehtë. Këtë kam marrë drejt për drejt nga presidenti i Federatës Futbollit Shqiptar, Armando Duka. Kam pas diskutime jo të lehta, shumë të gjata me te. Jo personalisht se unë nuk e njoh shumë mirë, kam marrëdhënie shumë të mira, por kam qenë skeptik për sa kohë që në kohën kur isha kryetari i bashkisë, po fillojmë sot, po fillojmë nesër, sigurisht nuk u bë ajo gjë. Unë do të marrë përgjegjësitë e mia. Sot rikthehet edhe më thot, do fillojnë puna në mënyrë urgjente për stadiumin e Vileçikut. Këtë premtoja u qytetarëve të Malësisë së Madhe edhe Sport Klub Vileçikut. Kam bërë mi 5 takime, kur unë jam bind me veten, sot unë e deklaroj para jush që kjo gjë do realizohet. Këto janë paka shumë gjëra që unë menova t'i ndaj me ju. Dhe punët janë shumë e rëndësishme, është që arti dhe kultura, gjykimin tim, tu kanë edhe një apasionant i hershëm për këtë gjë, unë jam i gatshëm që nesër mu përfshin edhe si deputet, tana institucionet, në mënyrë të veçantë të Ministria e Kulturës, si Malësia e Madhe të marrin atë pozicion që realisht ne na takon.